Afera e shekullit është ajo e inceneratorëve që fillon në Elbasan, shkon në Fier dhe përfundon në Tiranë. Një aferë qindra miliona euro të paguara nga xhepat e taksapaguesve shqiptar nga qeveria shqiptare nga bashkitë për inceneratorë që nuk punojnë, nuk kanë përfunduar dhe nuk ekzistojnë. Në Elbasan u shpik një kompani me zero eksperiencë, hapi një nip të regjistrua një zonjë si Stella Gugallia, bashkëtuesja dhe nëna e fëmijëve të Mirel Mërtirit dhe u mor një investim 24 milion euro, u ndërtua një kazan me naftë që nuk punon, është jashtë funksionit. Shkuan më pas në Fier, por nuk del direkt Mirel Mërtiri, futet Klodian Zoto, shkon vlera 35 milion euro, ende nuk ka përfunduar, nuk punon, thjesht dhe vetëm kemi landfill. Si në Elbasan dhe në Fier, zjarri ura plerave vazhdojnë të digjen mbetjet, si në shekujt e shkuar, vjojnë të shkaktojnë gazra kancerogjen. Vim në Tiranë ku firmosën një kontrat 300 milion euro për 30 vite, ku pagesa do të kryej nga qeveria shqiptare, nëpërmjet transfertës së pakushtëzuar në Bashkinë e Tiranës. Kjo e fundit me kalimin e viteve do të përballonte vetë të gjithë pagesën. Kontrata firmoset në 2017 dhe sot jemi në 2025. 8 vite më pas inceneratori nuk ekziston, thjesht dhe vetëm për 6 vite u vodhën para pa limit me bilance të dyshuara, të manipuluara me pagesa të ardhurash që shkonin 25 milion dollar në vit dhe me fitime kolosale. Inceneratori nuk u ndërtua kurrë në Tiranë dhe siç është parë nga investigimet, kompania nuk ishte para, por filloi t'i kërkonte këto te të tjerët. Sërish kishte lindur një kompani Integrated Energy e cila më pas u bë Geogenics dhe nuk ishte para për investime. Për më tepër u shpik edhe një kontrat për çështjen e hedhjes së dherave, nga e cila kompania fitoi rreth 60 milion euro gati sa parat që merrte nga qeveria shqiptare në 6 vite. Edhe këto të paguara nga taksapaguesit shqiptar, nga banorët e Tiranës, sepse në fund ndërtuesit faturën ja çonin blerësit bashkë me kostën e shtuar të Bashkisë së Tiranës. Në Tiranë fluturonin dron nga policia bashkiake, ndiqnin nga 15 kamion për një incenerator që nuk ekziston, për të marrë parat Mireli dhe Klodian Zoto, për të marrë parat mediat si Top Channel, si Më Kryesori e më pas Report TV, i Carlo Bolinos e të tjerë. CNA i ka treguar me fatura, me dokumente dhe të gjitha këto fakte me 10 miliona apo 100 miliona euro të zhdukura me inceneratorët që nuk punojnë, që nuk kanë përfunduar dhe nuk ekzistojnë, kanë përfshirë në historinë e tyre vetëm disa zyrtaruc, njësitë e zbatimit të projektit, zyrtarët mbikëqyrës, specialist apo drejtues të niveleve të ulta në ministri dhe asgjë më shumë. Gjithçka në finale ju faturua një individi, ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, por deri këtu asgjë më tepër. Asnjë nga zyrtarët e bashkive, as ai i Fierit, as ai i Elbasanit, as ai i Tiranës nuk janë marrë të pandehur dhe nuk janë hetuar. Në Fier Armando Subashi është lakuriq përballë aferës së inceneratorëve. Dikush e ka shpëtuar, është po prokurori Dritan Prençi që e ka hetuar atë çështje, dikush faqet dhe influenca gjyqtare si Rena Gjoka. Në Tiranë nuk ekziston, ka thjesht dhe vetëm një mal me plera, inceneratori nuk ekziston, 100 miliona euro po paguen. Çfarë ndodh? Është bërë një grup kriminal, kanë marrë Mirelin me shok, e ndonjë gazetaruc që vinte gjoba në Top Channel, siç e akuzon vetë ky televizion dhe asgjë më shumë se sa kaq. Erion Veliaj nuk ka akuzë edhe pse ka dokumente, deklarime publike, video, sepse Dritan Prençi siç i vuri kapakun Fierit, duke mos marrë zyrtarët e lartë, po kërkon t'i vër kapakun Tiranës, duke kaluar çdo afat hetimor dhe duke mos marrë asnjë zyrtar të lartë, përfshir këtu edhe kryetarin e Bashkisë Tiranë që është i kapur në flagrancë për shpërdorim detyre me inceneratorin e Tiranës, por prokurori Prençi fle. Të flesh mbi dosje kur je prokuror janë dy rrugë, ose je i paaft, ose je i korruptuar.